Ajo që ka na mëson dhe çfarë kërkon Islami prej nesh dhe feja, që ne punët që ka i bëjmë t'i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, jo për hir të njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith: kush e kërkon famën, Allahu azza wa jalla do ta përullat njeriu. Ose ai i cili nuk e kërkon famën, e ngrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, kur na mëson të jemi të sinqert në punën tonë. Thot kush ka mundësi me bëj një punë sekret që e din vetëm Allahu, atë le ta bëj. Mos ta bëj sa për sy e faqe të njerëzve. Bëhu i dobishëm e jo i dukshëm. Njerëz të mirë kanë pozitë të larta tek Allahu azza wa jall, por nuk kanë famë tek njerëzit. Çështjet nuk maten tek Allahu azza wa jall sa ndjekës ke pas. Jo. Çështjet maten tek Allahu azza wa jall me sinqeritet. Këto vetëm pranohen tek Allahu azza wa jall. As hoxhallarët dhe ligjëruesi i cili qëndron këtu para jush, nuk do të matet në ditën e kiametit para Allahut azza wa jall se sa vete kanë dëgjuar atë. Nuk pyet Allahu azza wa jall, as mua nuk do të më pyet, as dikë tjetër, sa ndjekës dhe sa xhamat ke pas. Por punë që i ke bë, a ke qenë sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Fjalimin që e ke mbajt, e ke pas për qëllim Allahun azza wa jall, apo e ke pasur për qëllim ndikimin tek njerëzit që ata çka po thojnë për ty dhe me të lavdëruar aty. Shumë njerëz që kanë ndikim tek njerëzit janë me famë dhe njohin, në ditën e gjykimit do t'jenë më të humburit, sepse nuk ka bërë punë për hir të Allahut azza wa jall. Andaj, qëllimi duhet të jetë kënaqësia e Allahut azza wa jall. Sinqeriteti për hir të Allahut azza wa jall, e nuk duhet të shikojnë pa dhe të presim famën për njerëzve.